pra të jenë pastër edhe me plaçka. Pra nëse është mundësia, sa më i pastër. Dorë, këmbë, gjithë të jenë të pastër që mos të rëndësh me atëherë. Pra kjo nga puna e rënë. Po, pastërti tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni kujdes, thot, në shpëri që ka qenë, që reqeni mërën. Dhe në shpëri, thot, që njerëzit janë gjënëm, pa pastër. Pra, ka parasysh të pa pastërti nga nevoja, që pastrohen me letër. Pa i shikoj banjë dhe ti në Itali, që ishin me letra. I thamë atyre vajzave dhe bini të inxhinierin të dhesh. Ju jeni dhe Itali të dhesh mani për para neshër. Mëla s'keni kalu anë, thash. Ku e ke, thash, në filloj spresatori, në bëtë bukur të shi. Pastrosh, masë dhe pa prek me dorish. Ku e ke, thash? O së ti, thash neshër. Mu pastro pra? Që si ledhe, pa pastërtia, i javë, më lash dhe dhe. Bire këtu, shërkumosh dhe hidraulik, që a keni ju këtë, inxhinier? Do një më në pronë e ne atje, thash. Në marë shemë, thash, pejku. Që të marë? Dhe halas ke mësu mu la. Thash këto, inxhinier dhe ju këtu. A keni parasysh? Shkone gjithë një. Bire të të ndryshimë se s'bandar. Hape këto, thash, venke, se përsatori. Tregu plak. Qa ka bon, thash, se bukur e ka bon, Zotin Bekofët e që e ka bon. Mu labra dhe mu pastru, për jo kështu si labra, e si pastru ju. I javë thash, a mu labra, shërë me letra, që letra? Ka trumë, ka legjikë, që e përdojnë një test në një, entra, që si poni me letra? Ja se nuk e, bëktar, si e heq letra? Si e heq letra? Pa pastërti, që ke kërë nevojët? I heq. Për alhamdulillah, se ne, famë që ne morë mësime, jo nga inxhinieri ati italiana, gjermana që është dhe, pa inxhinieri gjithë botërëve, Allahu që le gjeralu. Edhe pra pastrimi, i dytë, pra mës me majnë qenë, në shpi, edhe mës me qenë gjënimi pa pastër, edhe nga marrëdhëniet bashkëshortore. Mëse ma shëjtonin edhe në shpi. Me lek nuk hyrë. Po një kohës ishte dhe ati që ti ke shku i pa lami, pa komplet trupi, nga marrëdhëniet bashkëshortore, i nuk do që kështë bon. I mi shëjton të me vetë, i pa pasër, i qelë, i e. Po s'ka, s'ke i kështë ujë, s'ka problem, s'ke ujë. Po alhamdulillah ujë kasëm. Merë masa për ujë. Mu mës haca gjonën me trashë të ma ujë rezervë dhe. Blej biton e ujë, ma i rezervë dhe. Ska drita, ska ardhe, ka më ngurjeti, ku të një probleme nga ma të dryshmet, mës bidohën mu, po ma ujë dhe dhe. Edhe nga marrëdhëniet bashkëshortore, nëse të slahesh, nuk pastrohesh, për nëse t'jep zote dhe i fmi, mas atyre marrëdhënieve, a di që ka përtarë? Mrejt, tha i djali, i nanë këtu, mrejt djali dhe, pëse të mrejt djali dhe, që keni monë, që a halë i dhe, pëse di i dhe, po pa të bëjt disa bëjtje dhe, kur e martohet, kur je martohet vetë, si i këni, me lëkollë dhe dasë me dhe, po i një bashku me të bashkëshorti, me i bismillah, në i sen, në i lami, në i pasë, jo, që janë dhe, urdo që të ardhë. A është i joti, po, unë e kam pjetë. E një e di, bashkëshorti, tëtë, urdo që të ardhë është nga papastërtia. E ke rrët, e ke fëmijët e të rrë fajtë është fëmijë jotë. Pse, zë pa lamë, e ke fillu shumë këtë. E ke fillu më mërapë, që të gjonë. Mësë në të hiqë. Asë i gjonë si ka kohë këti. Asë magji s'ka, dy ka vesh magjine, shëjtonit ma kohë. Zbondër, se nuk je bon vetë. Pra, ke e thonë, atë alkohol dasër, pa u lapë, u shklapër, je bashku ma dhe, më rrëf djali dhe, më rrëf në baba dhe, më rrëf në nëse djali. Kretë që kështu i ke i program, dhe në paket që shtu i në bashkë.
o shkojnë gjithë në hajër e del më selamet, o shkojnë gjithë nga zemë të shterë, s'ka rrugë, s'ke ku shkojnë. Pra, pa pastërtia, apo pastërtia, nga marrëdhëniet bashkëtorë, nga lodhja në punë, nga nxjerrja e mbedorinave që ka trupi. Të gjitha këto kërkojnë që të pastrohesh çdo ditë. Ne shumë njerëz i shohim që pastrohen, kur shkojnë për të mira, për të dasma, për rrugë, krejt normale. Krejt normale. Por të ka dhe i shtesë tjetër pastrimi, ky që falet, se të shëndali për para Allahu që le gjeraru. Unë e di që ai që del para robët pastrohet ma mirë, se sa ai që del për para Zotit që le gjeraru. Po, llogaritë me kostumin e plaçkat e mirë, krejt normale. Po për para Zotit që le gjeraru. Lau, merr abdes, do të para krijuesit. Ai ta ka dhënë dasmën e mirë, atje drekën e mirë, shokun e mirë, aty ku je ftu. Të gjitha ti ka dhënë ky Allahu që le gjeraru. Së mësë me marrë abdes në për Allahu, edhe me shku me falë namazën. Pse? Ati larë 6 orë të të parfumën, gjitha gjorën, marë, kam takim, kam një shok, kam në dalë. Gjitha bore me parfumën, krejtë normale. Po këtu, ka Allahu që le gjeraru. Pra besimtarja dohet lahat edhe të pastrohet. Trupin, shpirtin, zemrën, por ka dhe i lloj pastrimi. Këto sjepulla, vendet e turpshme, mundësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte si